Për mua the që jam shtrirë me një burr të martuar në një organ. Tani, e para, jo, që një nga një të argumentojmë. Ti argumentojmë një nga një, se Alba nuk dhe mbaj. Unë do t'i them gjitha dhe ti pastaj bëj një përmbledhje. E the fjallën të argumentojmë tani, Po prit se janë dhe të tjera. Po janë dhe të tjera. Do shkojmë të dyta, ta ja përgjigjen e nuk kemi kontrim gjithë natën. E po atër pse i nise? Për mua the këtë. Për Dolçen, kur i erdhi dhurata e Edit, the tani ndryshon loja e Dolçes, duke nënkuptuar pra që për shkak të interesit dhe parave, Dolçe do fillon dhe t'ishte interes pra për Edit. Për Fjollën the që konsumon lëndë narkotike. Për Elionën the që ka hapur këmbët për para Klodi. Jo, s'kam thënë këtë. E ke thënë. Ama jo në atë aspekt se më Për Benitën, më kujtoni, edhe për Benitën ka thënë, se nuk po më vjen tani. Pra, të pesta do i komentojmë. Paka shumë, për gjdo temër, ti ke komentuar në moral, në karakter, në bazë të asaj që ke parti, po që jo domosdoshmërisht, është realiteti dhe është e vërtetë. Tani, të vazhdoj të lutem Labinot? Po pra, e thash, Labinot të lutem? Te unë do t'a nisë. E para, te Hygerta, se vetë zure shembullin e para. Ti ke qenë ajo që para darkës në nominimeve më ke vënë mua në serdën moralin tim si femër duke thënë që ti Alba po merresh me burr të zënë. Kjo është gënjeshtër. Dhe te pjesa e krovatit të futa logjikën tënde në pjesën e të shprehurit tim. Se për mua nuk më intereson fare ti Hygerta me kështri është krevat dhe çfarë bën ti me ndonjë mashkull tjetër. Çfarë do të thënë të shprehurit tim? E dyta. Çfarë do të thënë të shprehurit tim? E dyta, te Eliona me këmbët. Jo, qëndro këtu ke unë se i bën me mua, të lutem. Ai përmendet i rastet, i përmendet unë atë pyetje, të lutem Hygerta më respekton. Të lutem Hygerta më respekton. Të lutem më sqaro. Te Eliona. Do të thënë të shprehurit tim. Te